Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Vetëm pak ditë më parë, zonjën Lindita, 54 vjeçaren, e kishim drejt për së drejti nga Italia dhe ajo premtoi që këtë javë do të ishte në shoqërinë e këtij emisioni, në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Kush është historia e një halle që denoncon pikërisht abuzimin ndaj mbesës së saj 24 vjeçare, e cila abuzohet në orët e vona të natës, mbahet radh nga persona meshkuj të moshuar në moshë, ajo ka mbetur shtatzan, nëna e saj përpara se të vdiste, përpara 2 vitesh e ka çuar në spitalin e Durrësit, ku ajo ka abortuar fëmin, e ndërkohë ajo gjendet tashmë në shoqërinë e babait 60 vjeç. Edhe ky dhe lyp rrugëve të Durrësit, një person me aftësi të kufizuara, jo vetëm fizike, por edhe mendore. Vajza vuan pikërisht nga shëndeti mendor, kush e shfrytëzon 24 vjeçaren dhe historinë e saj, do ta tregojmë përsëri ditën e sotme me të tjera fakte, me të tjera prova, por në këtë studio do të rrëfehet, sepse ka mbritur drejt për së drejti nga Italia në studion e emisionit ton, halla 54 vjeçare. Zonja Lindita Dauti, do ta njohim vetëm pas pak, jo vetëm historinë e mbesës së saj që kemi trajtuar pak ditë më parë në këtë studio, por edhe vetë historinë e hallës. Ajo tregoi që prej 31 vitesh jetonte në Itali. Prej 20 vitesh ajo nuk ishte mbritur kurrë në Shqipëri, sepse jeta e saj e tillë ishte. Të gjitha detajet i marrim vetëm pas pak menjëherë, pas materialit të përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmata, dhe rikthehemi jo vetëm me zonjën Lindita, por edhe me të ftuarit tanë. Historia e rëndë që preku një familje dhe tronditi opinionin publik do të vijoj dhe ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, pas rrëfimit prekës të hallës për mbesën, e cila ndau me publikun betejën e saj të gjatë dhe të dhimbshme. Sot në studio do të jetë e pranishme halla, e cila vjen me një apel të fortë për ndihmë, duke kërkuar mbështetje dhe ndërhyrje për të ndaluar për shkallëzimin e kësaj situate të vështirë që po rëndon çdo ditë më shumë mbi familjen. Me shqetësim dhe dhimbje halla do të sjellë këndvështrimin e saj mbi ngjarjen, duke hedhur dritë mbi detaje të tjera dhe duke kërkuar zgjidhje konkrete për të ardhmen e mbesës dhe vllait të saj. Një histori që kërkon jo vetëm vëmendje, por edhe reagim. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt dhe përshëndesim me njëherë zonjën Lindita Dauti, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Komplimenta për paraqitjen tuaj. Faleminderit shumë. Ju falenderoj që udhëtuat nga Italia për që më prezent fizikisht në këtë studio. Mbajtë premtimin që na bëhet vetëm pak ditë më parë. Por që këto udhëtimet janë të shpeshta për ty, e dashur Lindita, apo jo? Sepse mbas shumë kohësh rastësia të ka sjellë të shikosh në rrjetet sociale vllajin që prej shumë vitesh ti nuk e kishe takuar. Jo. Kur mbrite në Durrës, e pe vllajin teksa lypte tek stacioni i trenit pranë këtij qyteti, aty u vure menjëherë në kontakt me të, por aty mësove dhe një skandal të vërtet, të cilën e pasqyruam pak ditë më parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Mbesa juaj largohet orëve të vonat natës, ajo vuan nga shëndeti mendor, siç ka vuajtur nëna e saj Ndjerë, e cila ka ndruar jetë vetëm 2 vite më parë, apo jo? Apo jo, si e vërtetë është. Dhe përpara se nëna të ndronte jetë, vajza ka abortuar sepse të gjithë flasin për mbesën tuaj. Ajo largohet orëve të vonat të natës, abuzohet me të, meshkuj të moshuar mbajnë radhën, abuzojnë dhe kthejnë në orët e para të mëngjesit, dhe kjo është një tmerr më vete që gjithë komuniteti e di, të gjithë fqinjët e din. Gjithë e din. Nuk ka se si të mos binte as në veshin e shërbimeve sociale, aq më tepër që tek shërbimi social në Durrës ti ke shkuar vetë personalisht. Do të flasim pak sepse në emisionin e parë në fakt kanë qenë skeptik teleshikuesit, na kanë britur shumë komente në drejtimin tuaj, çfarë ju ka bërë juve në jetën tuaj të mos jeni e pranishme në jetën e vllajt, si ka mundësi që humbët kontakte, si ka mundësi që një zonjë kaq e bukur, elegante, 54 vjeçare, dhe unë të komplimentova se nuk dukeni as pak për moshën që ju përfaqësoni, por ju jeni nënë e një djali 35 vjeç, jeni dhe gjyshe, apo jo? Kështu që të komplimentoj. Jeta jote ka qenë një jetë e vështirë, të cilën do ta tregojmë vetëm pas pak. Pse, që ta kuptojë teleshikuesi,
kur ne themi kaq vite ne nuk kemi rikthyer në Shqipëri, mbas ka diçka që nuk shkon dhe ti e tregon sot për herë të parë, kështu që të falenderoj. Rrugët e tua të jetës tënde të vështirë janë ndërthurur me ato të vllajt, të familjes që ke lënë në Shqipëri, pa dienis se si jetonte vllai yt, por që tashmë ti jeton ti udhton disa herë në muaj për që shumë shpesh. Për këtë të falenderoj se je shumë sensibilizuar. Çdo muaj kam marrë gati. E di. Mire dashur, përballë teje do t'jetë avokatja zonja Gjeni Londo, përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Në krahun tënd Eduard Tafa, psikologu i përhershëm, psikolog klinik, përshëndetje, mirë se erdhët. Ju e keni parë emisionin e parë, dini se çfarë do komentoni ditën e sotme, por ndërthurur me skandalin që po ndodh në Durrës për kaq vitesh dhe që shërbimi social është vënë në lëvizje nga zonja në fjalë, por që edhe komuniteti e di se si mund të abuzohet ndaj një 24 vjeçare e cila ka mbetur edhe shtatzan, ka shkuar e ka abortuar fëmijën, ka mbetur e vetme pa ndihmën e nënës, edhe kjo e fundit vuante nga shëndeti mendor, por nuk është vetëm ai abuzimi seksual që ndodh nga moshat e treta, nga meshkuj të moshuar që vjen në radhë që të gjithë e dinë që e marrin orët e vona të natës dhe e kthejnë në orët e para të mëngjesit, por është pikërisht edhe shfrytëzimi që familjar të nënës i bën 24 vjeçare, sepse gjyshja, sipas zonjës Lindita, tërheq pensionin e saj të invaliditetit dhe ne nuk e dim a ja dorëzon vajzës apo jo, sepse sipas dienis së hallët, vetëm me parat që lyp vllai dhe çfarë i falin të tjerët, ato edhe mbijetojnë. Gjithsesi, edhe hipoteka e shtëpisë është në emër të familjarëve të nënës. Ndoshta mbas vdekjes së saj është bërë një lëvizje për cilën ne do hedhim dritë ditën e sotme, sepse falje dhe zonjës Lindita, ne do lidhemi drejt për së drejti edhe me gjyshen e vajzës për të kuptuar më tepër, pavarësisht se zonja Lindita na ka përgatitur dhe na ka thënë që edhe ajo është më mirë se nuk flet edhe gjyshen. Edhe gjyshja nuk flet. Më mirë leje fare gjyshen. Do ta tentojmë për të kuptuar se tani ti thua lëre fare gjyshen dhe unë jam dakord, por në qoftë se gjyshja nuk do ta tërhiqte pensionin e mbesës. Mbesës së saj dhe mbesës tënde. Fakti që një zonjë tërheq pensionin e invaliditetit, do të thotë që ajo është kujdestarja. Dhe kur ju thoni që mos e telefononi, si ka mundësi... Jo, ti telefonoje, por nuk si ka mundësi që një person i tillë, jo, ne do ta vërtetojmë sot institucioneve që është një zonjë pa aftë për të folur, por që ka e aftë për të tërhequr pensionin e invaliditetit. Mirë, atëherë, Lindit, ti që 19 vjeçë, që në vitin 1991 je larguar drejt Italisë, apo jo? Si e more vendimin? E mora vendimin që parë që i këshin të gjithë edhe unë ika. Si çdo dursak. Si çdo dursak, se kishim afër portën edhe ika. Ishe e vetme kur ike? Vetëm isha, vetëm. Pastaj unë kam pas punu në ndërtim kër kam qenë e vogël, më më futi ndërtim, në e vogël kam qenë punosha ndërtim. Edhe aty kësha njofë babën. Edhe njerë sa fëmijë ishit juve? 8. 8 fëmijë. Dhe sot jeni vetëm 5 më duke? 5 kemi ngel. 5, 3 ka ndruar jetë. Edhe ndërtosha në ndërtim, edhe atëre njofta babën e fëmis, po kam qenë e vogël, nuk e di se 15-16 vjeçë, nuk e di eksakt sa kam qenë. I këtë dy, apo i ke vetëm ti? Jo. A i u martu, kështë familje, edhe gjitha. Pastaj, unë arrita mbrindisi, e pash situatën nuk më pëlqeu, edhe desha me u këthy, se ishte gjithë ajo rëmuj, e desha me u këthy. Në atë moment, nanie ishte baba fëmis time, që si ishte akoma baba fëmis time, si çdo njëri ku do shkosh, qim njef, nuk njef, u afrum bashk, prap. Prap? A të mësove që ishe i martuar? E dija. Po, a i më prëntoj, me nejtë me mu, gjitha, unë ngella direkt shtatzane, edhe kur kam qenë gati 3 mushë shtatzane, filloj të mraf, më rifte shumë biles. Nga që do të kthente në Shqipëri, unë nuk e di, nuk e mesha dhe shumë, se isha dhe vetëm, pa njëri. Edhe aty... Do me thëmë, pas sistemuar vetën tënde, të mbet edhe shtatzan. Po, ishim në kamp, ishim në një kamp, kur ishin gjithë shqiptarët. Edhe aty njofta një familje, që më ndihmoi shumë, ndihmun edhe atë na morën në shtëpi. Edhe unë pastaj 7 muaj e linda çunin, se isha shumë smun, nga që kisha... Pra, lindje parakoshme. Ezato, linda çunin, edhe a i iku, pam lan as një lek, iku tamam si i thot si a i dut.
iku nga... Ishe lindur ti ndërkohë? Kisha lind, çuni ishte i vogël. Nuk kisha musha asnjë ditë. Aty më futën në një institut, edhe aty fillova aneta mesuarat me rrit çunin. Deri në çfarë moshe ke jetuar së bashku me djalin në këtë institut murgeshave? Jo, me teatrin pak. Jo, bashkë me djalin. Me djalin kam net shumë me çunin, shumë vite. Si e përjetove? Po me thënë drejtën mesuarët që më ndihmoshin edhe unë që punosha, isha shumë mirë. Po? Se kisha ngrohtësi nga të gjitha. Të kanë trajtuar mirë? Shumë mirë. Edhe çunin mamashin, unë shkosha në punë, i kisha të gjitha, edhe isha e lumtur. Se që kisha çunin në rregull, kupton? Kush mamante, kush nuk mamante, edhe isha i qetë. Më thënë, e përjetove fazën e braktisjes nga ana e babait të fëmijës, e përjetove ndoshta pak më lehtë, se për shkak të murgeshave. Me ndihmën e murgeshave. Të ka telefonuar më pas, jeni vënë në kontakt? Atëherë, unë atë jo, s'jam vënë në kontakt, fare. Vetëm që mas kur çuni ishte 14 vjeç, i ka dhënë mbiemër çunit, si thotë, një mbiemër që nuk ekziston, se kishte bë dokumentat me mbiemër falso. A e mësoi familja e tij, gruaja dhe fëmijët, e mësuan? Ato e dishin, e din. Që jetoi me ty ca kohë, vete shtatzan, lindi djali? Po, e dinte edhe vllai vet. Dhe a ju rikthye në familjen e tij? Ai u kthy prapë në familja vet. Edhe unë kam vazhdu jetën time, po mlad 20 ditë çuni. Unë atëherë nuk u ktheva më. Edhe se kërkoj, po s'u ktheva më. Si ja ke shpjeguar çunit këtë situatë? Drejtën. Kur, në çfarë moshe? Kur filloi u rrit. Megjithëse nuk e ka kërkuar asnjëherë, s'ka kërkuar asnjëherë babën kështu. Se nga që më ka pa vetëm mami pse rritem me murgesha, pse jemi këtu, pse nuk kemi një familje. Jo, ishte mësu. Kur mësohet njeriu, i duket familje, i duket normale. Kështu që nuk, jo. E mban mend sa i vogël ka qenë djali kur të ka pyetur për herë të parë për babain? Ai me thënë drejtën s'm ka pyetur fare. Ka pyetur fare. Ja ke treguar ti dhe treguar kur filloi të rrit 10 vjeç, 12 vjeç kështu. Si e përjetoi? Nuk e pash që ishte një dramë të madhe. Ishte i qetë, se nga që me mu nuk i mungon të asë gjoj. Kishim gjitha, kur ke nonën, nona është ajo që nuk të braktis apo jo. Që nga momenti që të ka braktisur me djalin 20 ditësh, e ke takuar më këtë zotëri? E kam taku mas 15 vjetësh, po si, jo, nuk është problem. E takova mas 15 vjetësh, se çuni ke shkolla, i dham probleme, se unë në spitale kisha shkrujt me mbiemrin e sakt, kurse ai e kishte sojournën me mbiemrin që nuk ekzistonte. Edhe kërkova, e gjeta, që si e si ti sistemonte fëmis mbiemrin. U tregua i gatshëm? Atë moment, po. Po filloj aty në moment, do shkoshim në Rom që të sistemoshim. Edhe aty filloj pretendimet e veta. Unë nuk pranova. Pretendimet për të rifilluar për sëri një lidhje? Po, se kur më pa ti, tha i Elindita, se kujtonte të më shifte... Të rënuar. Dhe kur të pa kaq... Kur më pa kaq, këshu, tha, ti Elindita, po unë jam i thash. E nuk e beson të syve. Dhe u huturoj që mrapa pastaj, edhe maroj, edhe fëmija ime nuk e donë të më pastaj. Ka motra dhe vlezër djali yt nga martesa e babait? Po, ka një vlla më të madhe, ka dhe një... Këtë historinë mund t'jap edhe numrin e kunatës ati ta tërgoj dhe ajo që është këshu është historia, se unë kisha komunikim me vllajën edhe me kunatën. E kuptoj. Dhe ato e dinin, që më braktisi, kështu që unë atëherë se kemi pa më pastaj, nuk jam ashu... Që kur djali ishte 15 vjeç, me djalin mban komunikim me babain? Jo, absolutisht. Po pse? Nuk i pëlqen, derisa... Ky zotëri në qoftë se na shikon sot, e di që është bërë edhe gjysh? Jo. Nuk e di? Sot e mëson për herë të parë? Them se po. Them se po. Djali besoj se është i martuar apo bashketon? Bashketon dhe ka një fëmijë 10 vjeç. Ka një fëmijë 10 vjeç dhe kur nuk e kërkon babain? Jo, fare. Marrëdhënia juaj si vazhdon me djalin, edhe pse ai ka krijuar jetën e tij? Shumë mirë. Më vjen mirë. Të gjitha këto halle, probleme dhe shqetësime të bën që në një farë mënyrë ti të shkëputesh nga realiteti dhe nga Shqipëria. U shkëputa se kisha dhe unë hallet e mia, me një fëmijë, me Zore Rita. Qartë. E kam jo artist më shumë, nuk pina cigare, nuk pina si gjo, vetëm Coca-Cola pin. Asi gjo është kaq që ashu, aq punëtora që mirë, është fotokopja ime. Më vjen mirë. Më vjen mirë që e ke kaluar një periudhë shumë të vështirë,
që jo çdo grua do ta përballonte, po ti e ke përballuar fal edhe institucionit ku rehabilitove së bashku me djalin edhe fal murgeshave. Edhe nuk mund ta tregonte do, se kush e di ku do ishte. Një gru të kishte gjithë këto probleme. Sa kohë u shkëputet ti nga Shqipëria? Pse ke humbur ju jeni 8 fëmijë dhe keni ngelur vetëm 5, 3 kanë humbur jetën, ndërkohë që humbur jetën edhe prindrit e tu. Ti, të gjitha këto ndryshime në familjen tënde të origjinës, ata si e përjetuan ikën tënde? Ta shpjegoj edhe këtë. Unë derisa kisha nonën time gjallë, që vdiqën vitin 2000, unë visha shpesh në Shqipëri, se nona është nona. Po kur shef vëllezrit që rrinë, njëri tupi gjithë ditën, ai tjetri tupi, ai tjetri tupi, e kur i shef kështu që nuk punojnë, e të ri, e presin nga ne, qartë. Ti shkëputesh. Nuk mund t'i mash gjithë, nuk e forca t'i mash gjithë këto. Edhe, derisa nona ime, tash ishte gjallë, vdiq nona ime, unë u shkëputa. Dhe s'kisha më arsye. Qatë një mëj këto që rinë gjithë ditën në tupi, që rinë këshu? Gjithsesi, të ndalojmë pak tek familja jote, si përjetuan ato ikjen tënde? Në moshën 19 vjeçare. Ku e di, unë nuk theva... Po ti mbaje komunikim me familjen? Po, mas lindjes quni, që kisha qunin 8 muaj, po erdha në Shqipëri. U tërbun, kur më pa, normal, është gjë shumë e bukur. Aty mësuan për historinë tënde, për gjithë shka tënde? E dishin. E dinte mama ime, e dishin gjitha. Mua më vjen mirë që je shumë e qiltër, sepse dihet tashmë se ti je integruar shumë mirë në shoqërinë italiane dhe nuk përbën asnjë ndryshim nga mentaliteti je atij shteti dhe thua që dhe flet hapur për familjen tënde dhe the deri në vitin 2000, kur nëna ishte gjallë, unë vija, por familjarët e mi rinin çdo ditë dhe prisnin nga ne, duke konsumuar alkool. Nuk më pëlqeu. Nuk më pëlqeu. Dua të kthejmë tek vllai, tek 60 vjeçari, emrin e të cilit nuk e themi dot, apo jo, se mos identifikohet, dhe rastësia të ka bërë që në rrjetet sociale ti të kuptosh që dikush që ne shpresojmë shumë të mos jetë asnjë nga punonjësit e shërbimit social, të ketë shkuar në këtë banesë, të ketë identifikuar në fakt të vllain tënd me portret mbesën tënde, e cila flet, dhe nuk është ruajtur asnjë etik profesionale, duke shkelur hapur ligjin mbi mediat audiovizive, duke shfaqur 2 njerëz që vuajnë nga shëndeti mendor, dhe unë shpresoj që këto video të mos jenë shpërndar nga shërbimi social. E di pse them këtë gjë, se vetëm përpara pak kohësh, po në qytetin e Durrësit, Vjera shkon për takuar niprit e saj, i gjen në një gjendje të mjerueshme, thret të gjitha autoritetet, këta të fundit së bashku edhe me fqinjet edhe me Vjerën bëjnë video, filmojnë dhe më pas i shpërndajnë në media dhe sot akuzohet Vjera ose gjyqja e fëmijëve që ka shpërndar pikërisht këto pamje. Ndërkohë në rastin konkret kush i shpërndau ato pamje, ke mësuar diçka? Njerëzit e nipës nuk janë, se nuk janë në gjendje të bëjnë këtë gjë. Mendoj se do se shiko, edhe ne kemi parë dhe jemi të shokuar. Ti vet kur e pe, çfarë përjetove? Unë mendoj se do jetë në një komshi që ja ka bë. Po nuk e kam të sigurt se nuk e di. Do them se një komshi që jetojnë aty afër, se e din një historinë, gjithë e din aty ke lagja si jetojnë ato, e do të ketë bë këtë video me kërku ndim, që ta shohin gjithë. Them se kjo do jetë. Ti vetë si e përjetove? Shumë keq. Kam qajtë shumë. Sa kohë kishe që nuk kishe asnjë lloj njoftimi? Kisha vite, pa ai s'njofti fare. Sa vite? Nuk e maj me Shiko, ti fillimisht pe videon dhe erdhe në Shqipëri dhe rastësia ishte ke stacioni i trenit. Jo, unë videon e kam pa më mrapa. Okej, pra ti vjen në Shqipëri, kishe vite pa ardhur. Me pushime, me burrin. Po. Edhe shkova në plazh me pi një kafe kështu. Edhe do mesh autobusin. Edhe rri aty ka autobusi, edhe pyes se nga larg, nuk është që shumë e shef si është njeriu. Edhe pyes që ndalon këtu autobusi, po. E shoh. Edhe i them tia, po, thot, ti mjef mu i thash kush jam? S'njofti fare. Unë jam Lindita, i thash. Filloj të qajt, edhe unë. Edhe erdha prapë. Edhe visha çdo muj. E visha. Derisa të arrisha këtu ku arrita sot. Më thej që ishe shoqëruar nga bashorti, pra ti ke rindërtuar jetën tënde, je martuar sot. Po, jam e martuar me po. Kuptoj. Bashorti si u ndjen në ato momente? Nuk kam pa me gjokë kështu, tha. Era parë që shoh një situatë kështu, tha, këtu me vllajën tat kështu. Kaq shumë
E kishte shkëputur marrëdhënien sa ti nuk kisha asnjë informacion që ai kishte përfunduar në situatë rruge? Këtë jo, kështu jo. E dija që vunte, si çdo njeri, fukara, normal, vun. Po jo, që t'jetonte me plena ke shtëpia, me këto pa ujë, pa drita, pa... Kështu jo. Kaq shumë jo. Një rast i pa precedent, i dyti brenda pak kohësh nga ajo e 3 fëmijëve ku gjyshja rastësisht edhe ajo nga Italia me një jetë shumë të mirë të atyre 3 fëmijëve që pa drejtësisht nëna e tyre i mori nga Italia i të roqi për interesat e saj në Shqipëri dhe nuk e la kurrë në kujdestarinë e babait edhe të gjyshes në shtetin italian ku nuk i mungonte absolutisht asgjë atyre 3 fëmijëve dhe ajo rastësisht erdhi dhe pa që 3 nipërit e saj jetonin pikërisht në kushtet që jetonte edhe vëllai yt. Këtu do të ndalojmë pak, se nuk është rastësi që në Durrës në kaq pak kohë të vinë disa denoncime rresht, lançojmë hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi menjëherë në studio. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë pas hapësirës së parë publicitare e dashur Lindit. Situata ishte shumë serioze dhe në momentin e parë që ti dhe bashorti yt ballafaqoheni me realitetin që vllai kishte përfunduar në situatë rrugët, i vjenën shumë shpesh dhe janë ndërgjegjësuar. Nuk e di, pjesa tjetër e motrave dhe vëllezërve kanë kontribuar se i vetmi që është në Shqipëri është ky person, ky vlla së bashku me të bijën. Ai aktualisht është 60 vjeç. Ndërsa Mbesa është diku 24-25 vjeçare. 25, jo më shumë, jo më pak. Do të thotë që vllai yt e ka lindur shumë vonë. Po. Por ju më keni vënë në dispozicion edhe një video të nënës së ndjerës, e ndjera përpara 2 vitesh, përpara se ajo të ndronte jetë. Po, kërkonte ndihmë. Dhe ka kërkuar ndihmë. Ka kërkuar ndihmë. Dhe në fakt ajo tregon që ka jetuar në gabinat e plazhit, të cilat u morën. Po. U bën një pallat, i dha një apartament, që për hir të së vërtetës... Apartament është një dhomë dhe një banjo. Një dhomë dhe një banjo, një gasonjer, nuk ka rëndësi... Mirë, do të them që... E qartë, po i është dhënë në... Katën e 6. Në katën e 6 të një pallati. Tu jenë smuna me baterica me zorypte, kur ishte gjallë atëre, me zorypte ascensori. Në kam se ascensorin nuk e japin komshit. Edhe kjo një diskriminim. Nuk e japin komshit se janë të pisët. Shumë thanë, po. Të thanë ty? Po, me kam dhe numrin atyre. Si ndjehesh kur ta thonë kështu? Diskriminacion është, total, diskriminacion është, nuk është mirë. A i me zoret, yp shkallët, thash, me zore yp shkallët është smun nga kamët. është smun. Shiko, nuk japim çelësin e ashensorit sepse viner, janë të pisët. Po, janë të pisët. Shikojmë që çdo darkë të moshuarit të mbajnë radhë për mbesën tënde? Sepse dhe në atë video me zë dhe me figurë që ka dalë, që është e turpshme në portale, që nuk e di pra edhe njerë se ku është autoriteti i mediave audiovizive në këtë rast, që unë është hera e dytë, por çdo ditë denoncoj raste të tilla, për ta kuptuar ky institucion, që abuzohet dhe nuk merren masa, sepse video nuk është censuruar, të paktën edhe pas paralajmërimit që unë kam bërë. Unë kisha mundësi ta jepja atë video, dhe e di çfarë më vjen më tepër keq në atë video, që vajza tregon që abuzohet. Po. Por nuk tregon personat. Nuk flet, nuk i del fjalë. Asa ti bën pyetjen, atë përgjigjet. Me aq sa përgjigjet, që nuk i del fjala tamam, po të përgjigjet, thot. Po si përgjigjet kështu. Pa nuk flet, fjalën nuk e nxjerr dot. Nuk nxjerri fjala, thot. Ti thej që se do dalim edhe ke shërbimi social, se ti ke denoncuar rastin. Kam shkruar në Durrës, po. E kemi treguar dhe në emisionin e kaluar. Kam shku. Mirë, unë do doja në këto momente, ne kemi disa materiale, të cilat do t'i japim, sigurisht duke mbuluar anonimatin e gjithë se kujt, ne do japim një video ku e ndjera ka kërkuar ndihmë për para 2 vitesh, e shfaqim këtë material dhe rikthehemi për ta komentuar bashkë. Do shë në tërgëj historinë time. Historia ime është shumë limësur. Kam një 20 vjetë gabinat e plazhit. 20 vjetë gabinat e plazhit. Erdhi një pronar na mori firmë. E di, por
këtë video ke dërguar të prerë. Po. E kupton, jo më Si kështu ishte, gjatë. po. Erdhi një pronar, na mori firma dhe pikërisht kjo banesë në katin e 6 të këtij pallati, që është vetëm ajo dhoma dhe ajo banja, pra një garsonjerë Po. mund themi, ti nuk e di që hipoteka është në emër të kujt. Është me emrin e gjyshit edhe fëmijëve të atynve, gjyshit. Nuk është me emrin e... Ishte me emrin e Të babait të zonjës, Ishte me emrin e nuses vllait. po? Nga aty ka kalu atynve. As vllajin se ka emrin aty, ke shtëpia. S'ka fare. I kisha dokumentat, nuk e di se i kam marrë vetë. Thjesht këta njerëz pra po... Janë bo këto pronarët të sajtë. Thjesht po i lejojnë të jetojnë në shtëpinë e tyre, por pronësinë e kanë marrë ata. Po, e kanë marrë Kush, ka daja vajza, ka gjyshin. Kjo ka teze, ka daje, ka plot, ka. Ti më thej që ke arritur të flasësh me gjyshin. Shkova ke shtëpia. Po? Shkova ke shtëpia, shkova fola me gjyshin, edhe nuk mi jep të do dokumentat. Mi jep, nuk i kam, derisa se vllai më tha, i ka i dokumentat. Mi jep dokumentat, se unë do lidh ujtin. Desha të lidhsha ujtin, të lidhsha dritat, bosha këto gjona. E se pa dokumenta, që do bosh? Edhe arrita, me zori mora, edhe aty lexova, lagja, 13, po emri vllajt time nuk ekzistonte. Po? Ekzistonte nuses, edhe gjyshit, edhe kalamajt e gjyshit. Megjithatë unë bona një deklarat ke ujti, që e mora përsi për vllajin, se nuk është i aftë, që t'i lidhshin në ujtin. Unika, ato tha do t'ja lidhin, edhe ujti akoma s'është lidh, ka kalu një muaj e sa, akoma si kanë vu kontatorin e ujtit. Ti ke arritur mbrëmjen e djeshme. Unë erdha dje, po. Po. Sot je në studio. Sot jam në studio, e nesër do merre me këto gjojna. Dhe nesër do merresh. Do shkoj ke ujti për para, edhe do shkoj ke kjo soçatës që akoma nuk më dhanë përgjigje, më kanë lanë deri 8 darkës tu prit. Unë të nesme ndo nisha. Ato punëtore do vishin të boshin punimet me datë 4. Prit, së më dhanë përgjigje fare. Më lanë aty. E kuptoj. A mund të dim sa ko jetojnë pa drita dhe pa ujë? Ka 20 vjetë, them se... 20 vite? Video... Më falë, ku lahen, ku... Nuk lahen ato. Me zori jep në jerë komshiu, thot, që kanë folë, jam lidhë me komshiun, i jep e edhe marrin bidona ujti këshu. Janë shumë... Unë dhe kur hyna shpi, ke shpia që e pash... Pra ka 20 vite që nuk lahen? Komshiu im thot lidhe në jerë, ja jep a i ujtin, që ka aty, komshiu atynve. Po? Edhe i thot unë së duroj dot, nuk duhet tiqen nga kjo shtëpi, thot unë së duroj dot, se jam me fëmijë, era është e keqe, edhe është e vërtet. Edhe është. Ato rrinë me derap, edhe dera është e prishme. E kuptoj. E njetë, pa hyp, që ke kati par njetë era, ato jam katin e 6. Aq, e nuk e di si është momenti që s'kanë marrë kolere në i gjokto, në smunje, se s'janë as vizitu. E qartë. Ajo që na bëri më tepër përshtypje është që gjyshja, nga ana e nënës së ndjer, e 24-25 vjeçares mbesës tënde, merr pensionin e invaliditetit të saj. Ti je sigurt që ato para i shkojnë mbesës tënde? Unë e pyeta vllajën time. Ai thotë, më tha, pyeta këto ditë, biles para se të vija këtu, po thotë, i jep. Ja jep. Ja jep. Ato para ja jep. Thjesht ajo i tërheq? Po. Edhe ato para... Nuk i jep, unë nuk s'digjë. Nuk digjë. Edhe vllai ajo shkon e takon për ditë. Ajo shkon e takon për ditë. Mirë, mua më duhet të lidhem në fakt me gjyshen e vajzës në këto momente. Merë. Derisa të bëhet gati kjo lidhje drejt për drejt, ftoj regjin të ndjekim një video tjetër ku shprehet vllai jot se për çfarë ndjekim në këto çaste. Pa shtëpi, pa punë, gonë ka lite, goca, ku vete, ku mjute, det, ngele, ka të rrugë, paras vetë dime. Ka punaj, o nese. Amon, lutë vitë nati, bo, ne. Me shpi. Shpi. Gjela. Gonë ka ze kal veqe. E goza rrugë, ja. Amon, lutë vitë nati.
Atëre, pak dëgjuam disa fjalë, por duke që kërkonte ndihmë, mund të ta themi se çfarë tregonte vllai, se je njeriu që kupton se çfarë kërkon vllai, jam pa shtëpi thot. Duket se aty kërkonte, ja kishin dhënë këtë shtëpinë. Kërkonte që t'i boshin kontratën, kërkonte dritat, kërkonte ujin. Po flet në fakt edhe për vajzën aty. Edhe për vajzën që kanë validitetin, po. E dëgjova në një moment. Kush e ka realizuar këtë video? Nuk i di. Unë i gjeta... Në rrjetet sociale? Nuk i di fare. Fare. Si që ke gjetur video në Sandierës? E kërkova ke Facebooku emrin, ja të regova dhe Nilës. Edhe aty, janë gjitha aty. Shkosh, gjesh me emrin, asa ti shef gjitha aty. Bie Zilja, do presim pak qaste, sa të lidhemi me zonjën Dallandyshe. Shpresoj që dikush të përgjigjet ditën e sotme nga familjarët e nënës së mbesës. Punatës tënde, ja të shikojmë të mundohemi, se përderisa kjo zonjë merr pensionin e invaliditetit, atëherë është e papranueshme, edhe pse shkon e takon për ditë. Për ditë e takon, po. Nuk e di se si njerëzit e nënës mund të lejojnë situata të tilla, pavarësisht se ndoshta kaq është fuqia, sepse dhe shërbimi social ka shkuar, thoni ju, por vajza është treguar mbesa shumë agresive. Dhe nuk ka arritur në fakt shërbimi social. Përzuni. Ka metoda tjera. Duhet të kërkojë ndihmë, të merrej vajza, të hiqet nga një ambient, të dërgohej në institucion rehabilitimi, në spitalin psikiatrik, dhe më pas të ishte ndërhyrja e punonjësve. Nuk mund të thuash që vajza dëgjoj nuk po na lejon, është agresive dhe ne po ikim. Jo, nuk bën kështu. Ato e lanë ashtu dhe ikën. Jo, thirret policia, thirret autoambulanca, ka metoda që mbesa shkon, rehabilitohet, vizitohet, lahet, ndërhyet tek mbesa. Nuk po lidhemi dot në këto momente, unë shpresoj që dikush nga regjia t'i shkruaj pak zonjës në fjalë. Nuk e dia do të kuptoj apo jo. Mirë, do mundohemi vazhdimisht. Kam taku nuk janë... Mbrëmjen e kaluar arritet ta takojë vllajën ose mbesën? Jo, se erdha direkt këtu se do vija, e kam appuntamentin sot. Më presin. Vazhdon, largohet natën mbesa juaj? Po. Vazhdon abuzohet me të? Për natë, po. Për natë. Dhe kthehet orët e para të mëngjesit. E shoh ke WhatsApp në 4 mjesit, na jërën 5, edhe hyn mas dite pastaj kur del që rinë në përbare kështu. Dhe vërtet është, nuk... Të shqetësim t'ja ke thënë edhe shërbimi social, apo jo? Po e din, ato kanë pa dhe video. Dhe nuk marrin, kanë pa dhe videot? Kanë pa videon, derisa u lidhën me këte soqatën që do i ndihmonte, nuk e di kush është, ai u lidh me këte, edhe më thanë që i din gjithë historinë, thashtë të tregoj historinë, jo e dim, kemi dokumentat, i kanë. Në qofse kanë dokumentat, kjo më bën përshtypje, në qofse kanë dokumentat, në qofse kanë DNA-n, në qofse kanë video, në qofse si nuk është monitoruar, si lejohet në sy të gjithë këtyre institucioneve, të gjithë këtë komunitetit, të policisë. Jap numrin atyre dhe foli. Unë e kam numrin se unë... Po, do flasim në pjesën e tretë. Dua të marr pak mendimin e Eduardit. Ai është psikolog klinik, situata shumë e vështirë, dhe ti je e vetëdijshme për këtë gjë, apo jo? Prandaj vjen vazhdimisht, dhe prandaj ke denoncuar në studion e emisionit Me zemër ta. Por Edi, çfarë po ndodh? Për cilën nga pyetjet, se ka disa nga pyetjet që... Nis nga të duash, por e rëndësishme është që në mes institucionet në ndjeni të plot, të gjithë shka e që ndodh me vajzën. Duhet me parë gjithmonë mënyrën se si është vlerësuar rasti, pra gjithmonë këtu duhet nisim, se gjithmonë për shembull edhe në studio me të drejtë diskutohet vetëm problematika. Pra dhe kur janë, po them, sidomos strukturat sociale, psikosociale të përfshirë, duhet me parë gjithmonë se si është bërë vlerësimi i rastit, sepse problemi i parë nis nga mënyra që vështirësia që ka personi, ka një person tjetër që është vendosur në kujdesari. Pra tregon që merr një ndihmë ekonomike për shkak të vështirësisë që ka personi. Mendohet që ka një diagnozë të shëndetit mendor, pra nuk e pohojmë dot me fuqi të madhe sepse nuk e kemi po them diagnozën definitive për ta parë nga cila është diagnoza, dhe diagnoza pastaj ka po them o gradet e veta, o ka mënyrën
e vlerësimit dhe protokollit mjekimi që mund ketë. Ne nuk dim për shembull nëse ka një medikament që e merr, nëse ka një medikament a merret mjekimi në rregull. Personi kujdestar çfarë mbulon personi kujdestar. Sepse përderisa personi kujdestar pra ka dalë garant për të kujdesur për të dhe përfiton këtë ndihmë ekonomike, duhet me parë pas sepse mund të jetë shumë problem personi, duke parë pak edhe narrativën e zonjës që pra në shtëpinë e tyre nuk ka asnjë lloj ndihmë, asnjë lloj kujdesi, pothuajse nuk kanë drita, ujë për shumë vitesh etj. Dhe kjo e përkeqëson akoma më tepër gjendjen psikologjike dhe e thellon më tepër problematikën e rastit. Pika e dytë është që vajza, pra nëse i përmbajmë edhe deklaratës, pra abuzohet. Ne duhet dim tani për të parë pak nëse abuzimi bëhet në mënyrë direkte, pra që shkojnë tek shtëpia apo në momentin që vajza ka dalë jashtë dhe përdoren në mënyra të tjera pra për ta ftuar, për ta marrë me vete, sepse është shumë e rëndë të dëgjosh atë pjesën që njerëzit marrin radh për ta marrë. Aq më tepër kur i gjithë, po them, komuniteti dhe komshiri janë në dieni të kësaj situate, aq më tepër janë dieni edhe të jetesës që bën brenda që si shtatë zonja, pra që vjen era disa kate lart, pra edhe kjo është një problematikë tjetër, sa sociale, sa komunitare, sa një problematikë sociale tjetër, pra që duhet marrë masat, pra në mënyrë jo periodike, por në mënyrë të menjëhershme. Por duhet të shikojmë pak sepse edhe personat të cilët e bëjnë këtë, e bëjnë në kushtet të gjendjes së vetëdijshme të vajzës, në gjendje të pavetëdijshme ku vajza e ka të vështirë për shembull të arrijë kognicionin apo insightin e saj për të kuptuar veprimtarinë që po bën, apo në një gjendje tjetër ku po them unë mund të përdorin substanca të ndryshme për të arritur për ta bërë më të lehtë manipulimin apo marrjen e vajzës më pas për qëllime të abuzive të tyre. Sepse ajo që duhet theksuar me forcë është çdo lloj personi, pra çdo njeri i cili ushtron pikërisht një sjellje apo një veprim ndaj një personi, i cili insighti i tij nuk arrin dot ta perceptojë sjelljen që po bën, sepse edhe pse një person nuk bën rezistencë ndaj një kërkese që mund ta bëjë dikush tjetër, nëse ai nuk arrin dot ta perceptojë veprimtarinë dhe të perceptojë arsyetimin, ta racionalizojë sjelljen e tij, automatikisht kemi bëjmë prapë me abuzim në këtë rast. Mua më duket sikur 24 vjeçaria ka kthyer në stil jetese gjithë këtë gjë që po i ndodh, pavarësisht se ajo është e pa aftë për të mbrojtur. Po pra, ose për të menaxhuar, jo vetëm në saj, por edhe abuzimin që ndodh. Po, duhet bëjmë një diferencim. Është ndryshe pa aftësia për të mbrojtur, sepse i bie që ti ke një lloj vetdije ndaj sulmit që po të bëhet, por nuk mbrohesh dot për shkak të fuqisë që ti mund të kesh përballë ose distancës fuqisë nga lart poshtë me njëri tjetrin, por edhe është ndryshe kur ti nuk e kupton atë që po bën. Pra, sepse duhet bëjmë një dallim. Kur ne nuk arrim dot të perceptojmë, pra ku insighti i personit është i dëmtuar, apo mund të jetë i pjetshëm, por nuk ka koherencën, pra nuk ka aftësinë e gjykimit në marrjen e vendimit dhe të shikojë nëse vendimi që po merr për të shkuar në drejtim të një personi apo një grupi personash është i duhuri, pra kjo tregon që personi është në rolin pasiv të veprimit, jo në rolin aktiv, sepse në rolin aktiv ka dhe arsyetim më pas. Por është edhe pjesa tjetër që të gjithë personat duhet ta dinë që nëse ato e shfrytëzojnë apo e keq përdorin këtë hapësirë të vajzës, sidomos dhe pjesën fizike të vajzës, pra që trupi është një territor i pacënueshëm, i paprekur, pra pa lejen dhe dëshirën e personit. Pra nëse ata e keq shfrytëzojnë këtë, po bën një abuzim dhe detyrimisht ka dhe penalitete që mund të vijojnë më pas. Megjithatë, vajza ka mbetur shtatzan përpara se nëna e saj ndjerë, përpara 2 vitesh të ndronte jetë. Madje ka shkuar dhe ka abortuar edhe në spitalin e Durrësit. Kjo e konfirmuar nga të gjithë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Pse nuk janë marrë masat, e di si mendon, sa ka ndikuar ky abort tek 24 vjeçaria si pjesë e abuzimit që ka ndodhur me të? Pra, çdo lloj aborti, pra se duhet nisim prapë kjo pjesa sa e komplikuar është rasti. Pra, çdo pasojë tjetër mund ta ndelikojë akoma dhe më tepër rastin. Komplikimet mund të jenë edhe më të rënda, traumat sidomos kanë ndikim që ndoshta bëjnë edhe ndryshimin e diagnozës, pra në mënyrë permanente në vazhdimsi. Sepse duhet dim që në momentin që merret një mjekim, merret gjithmonë ndiqet një protokoll për ta lehtësuar dhe për të krijuar një lloj pra në vazhdimsi, sepse edhe mjekimi do marrë kohën e vet, por dhe me kujdesin e duhur nga personat të cilët e kanë brenda familjes ose ai personi kujdestar, sepse nuk zgjidhet rastësisht personi kujdestar. Zgjidhet gjithmonë një person që mund të jetë i afërt, një person i cili ka aksesin, po them unë, për ta ndihmuar, një person që gjatë ditës, sepse detyrimisht ai do dalë garant, pra do shkojë të takojë gjatë ditës mbi nevojat e saj fizike, nevojat shëndetësore, nevojat suplementare pra të ushqimeve, higjienës që është shumë e rëndësishme, por i shikojmë që edhe këtu është një pikë kyçe,
Okej? Por ne shikojmë që nga personi kujdestar që duhet të jetë personi i parë që duhet të marrë masat e menjëhershme dhe të mbajë kontakte me gjithë institucionet, qoftë ato shëndetësore, qoftë psikologjike, qoftë sociale, ne shikojmë që edhe ky person pothuajse është në këtë moment është totalisht në pasivitet. Mirë, po? Jo, mund ta mbaroni. Jo, po thoja këtë që është, pra në këtë rast, ky person është institucioni i parë i brendshëm, sepse kanë kujdes dhe monitorim personin. Pra, vëzhgim, çdo thot për shembull kur ti ke në vëzhgim personin, i bie që ti je syri i institucionit që të ka graduar, të ka dhënë këtë pikërisht këtë status që ti të kujdesesh për personin. Edhe detyrimisht të gjithë edhe grupet e strukturës punës, duke patur këtë personin që mund ta kontaktojnë her pas here, pra nëpërmjet verifikimit, duke thënë që çdo gjë është në rregull, prap është kjo pjesa më pas. Mirë, Edi, unë në pjesën e tretë do t'ja fjalën padyshim edhe Gjeni Londës, avokatës tonë, por do rikthehem shumë shpejt edhe tek ty. Do të vëmë një material në dispozicion gjatë hapësirës publicitare për të parë gjendjen e babait edhe të vajzës, publiciteti i dytë dhe i fundit, dhe rikthehemi në pjesën e tretë për ta përmbyllur të gjithë këtë emision për sot. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Gjeni, kjo është situata dhe në emisionin e parë, asgjë s'ka ndryshuar, të paktën deri në ardhjen fizike të zonjës. Jemi pak ditë pas denoncimit të parë, po bëjmë denoncimin e dytë, do jemi në bashkëpunim me hallën e vajzës, por edhe me motrën e 60 vjeçarit për të komunikuar edhe me shërbimin social. Në qoftë se do të kesh mundësi në këto momente, numrin e shërbimit social mund t'ja dërgosh Anilës dhe ajo më pas do mundohemi të cillim telefonin. Nuk e ke këtu. E kam. Okej, e sjellim ne. Ta sjellim ne, dërgon numrin e shërbimit social për të pyetur deri ku jemi. Çfarë ndodh sipas ligjit? Atëre, është ligji 93 i 2014, i cili parashikon marrëdhënien juridike të personave me aftësi të kufizuar. Baza e këtij ligji është normalisht barazia dhe mos diskriminimi. Është përkraje sociale dhe mundësia për rehabilitimin e personave të cilët kanë nevoja të saktuara. Aftësia kufizuar në fakt është një gjendje e cila i pengon në përditshmërinë e tyre. Mund të jetë fizike, mund të jetë mendore. Por ajo që bjem dakord është fakti që këta nuk kanë akses në nevojat bazike të një individi që secili nga ne mund të ketë aktivitetin e përditshëm. Kjo gjë ata i penalizon. Dhe problemi në Shqipëri është infrastruktura që nuk ekziston për personat të cilët kanë aftësi të kufizuar. Kur flasim për infrastrukturë, kemi të bëjmë me fakti që nuk zbatohet ligji për institucionet sociale. Institucionet sociale nuk veprojnë mbi këtë komunitet, ose janë me numër shumë të pakët të personave që trajtohen me anë të ndihmave sociale. Gjithashtu janë institucionet arsimore, të cilat duhet jenë apostafat për persona që kanë një lloj problematike të saktuar. Në institucionet arsimore kemi persona të cilët futen aty nga mosha 5 vjeç deri 27. Nuk munden që këta të marrin të njëjtin kujdes, të njëjtën mësimdhënie nga psikologët, nga mësuesit apo nga punonësit social, sepse vetë mosha, problematika nuk është e njëjtë. Pra thjesht është një ambient në cilën merren ata pak njerëz që merren, por fokusi i ligjit është rehabilitimi, integrimi këtyre personave në komunitet, sepse në Shqipëri një person me aftësi të kufizuar është një barrë për familjen. Një barrë për familjen sepse duhet të jetë patjetër një person i cili duhet kujdeset për ta. Kjo do të thotë kosto ekonomike, sepse normalisht duhet punuar, pavarësisht se këtyre u jepet një pension dhe ka një kujdestari, ajo është në vlera minimale, të cilat nuk shërbejnë për të jetuar dhe aq më tepër për të bërë terapi apo për pasur kujdes më të madh ndaj tyre. Normalisht, gjëja më kryesore që do të bërë në rastin e fjalë, duhet të bërë një vlerësim psikologjik dhe mendor i vajzës. Duhet të merr masa për të vendosur në institucione sociale dhe të fillojë rehabilitimi. Rehabilitimi fillon me anë të përcaktimit të një diagnoze dhe mjekimit përkatës. Në bazë të veprimeve dhe të gjithë rrëfimit që bëri zonja, tregon që kemi bërë me një person i cili nuk është në gjendje të kuptojë pasojën e veprimeve të saj. Çka do thotë është e paaft juridikisht për të marrë vendime dhe për të vepruar. Pra, për të arsye, edhe kujdestaria i ka kaluar një personi cili ligjërisht nuk duhet jetë, pra gjyshja nuk mund të jetë kujdestare ligjore për këta persona. Fakti dhe kriteri kryesor është që
është mbi 65 vjeç. Gjyshja nuk ka mundësi fizike dhe psikologjike për t'i bërë ballë dhe për të kujdesur për ta. Prandaj vendosë kujdestari dhe paguhet nga shteti, që të ketë mundësi të kujdeset për ta persona, për t'i ofruar ushqimin e përditshëm, atë larjen që ne po diskutojmë sot. Për këtë arsye paguhet një kujdestar. Pra, mbarvajtjen e sistemit të funksionimit të tyre personave. Dhe në rastin e fjalë duket që nuk është bërë. Pra, kujdestari në rastin e fjalë është një person i cili nuk po kryen punën për cilën paguhet, sepse është një person i cili paguhet realisht. Dhe pensionet ushqimore të lidhura, kontributet që mund t'jepen dhe vullnetare, nuk shkojnë te personat të cilët kanë këtë lloj problematike. Për sa kohë që ata kanë një banesë nuk është për të jetuar, në bazë të faktit që nuk ka drita dhe ujë, nuk mund të jetojë njëri pa drita dhe pa ujë, sepse duhet lartë, gëtuash, ushqehesh, dhe nevojat më bazike të një individi nuk mund të jenë brenda këtij institucioni, brenda kësaj shtëpie. Pra normalisht këtu duhet vëri dorë ajo që tham institucionet sociale, sepse këta persona janë të paaftë për të kujdesur për veten. Dhe vendosja do të bëhet me anë të përcaktim të një kujdestari që mund të kujdeset realisht për ta. Kur zonja Lindita ka denoncuar në shërbimin social në Durrës, ato kanë mbritur në banesë, vajza për shkak edhe të shëndetit në saj mendor, ka qenë shumë agresive, dhe ata nuk mundeshin të afroheshin dhe të bënin sistemimin dhe rregullimin e banesës. Por, unë thash që ka një tjetër qasje shërbimi social duke telefonuar institucionet të ndihmëse të vinin të merreshin me vajzën, autoambulanca, policia dhe gjithçka tjetër, dhe ato më pas të ndërhynin. Po edhe kjo nuk është bërë. Ja, ne erdhëm, po ikim sepse nuk na lejon vajza. Edhe kjo nuk është justifikim. Nuk është zbatuar ligji. Pra, ligji është, por nuk zbatohet. Sepse në radh parë, punonjësi social e din shumë mirë në çfarë vendi po shkojnë. Çka do thotë? Kemi të bëjmë me personat që kanë probleme shëndeti mendor. Normalisht nuk kanë vijë logjike për të kuptuar dhe nuk i bin dot. Për këtë arsye merret reparti i cili ka të bëjë me problematikat të sistemit mjekësor që merret personat me aftësi të kufizuar mendore. Dhe është një strukturë e posaçme e cila shkon më pas policia, pra vajza zhvendoset nga ky ambient dhe vendoset në institucione përkatëse ku mund të kurohet dhe mund të kryen të gjitha punimet të cilat duhet të ishin bërë për të jetuar këta persona. Ky është thjesht shfaqsim, nuk është zbatim i ligjit, sepse ne dimë shumë mirë se si zbatohet ligji. Prandaj janë forcat policore, janë forcat e ndihmës shpejt për sa i përket asistencës mjekësore, në momentin që personat kanë problem shëndetësor mendor normalisht janë të rrezikshëm se nuk janë konshient për veprimet që bëjnë. Dhe kjo nuk shërben si arsye për mos kryer funksionet e tyre deri në fund. Normalisht punonjësit social duhet të kishin zbatuar atë pjesë të saj rregullore dhe ligji që ata kanë. Ndërkohë që nuk e di nga regjia a ju mbriti numri i punonjësve social në bashkinë e Durrësit, më duhet një komunikim i drejt për drejt me ta në këto momente për të folur për incidentin e fundit që ato kanë shkuar pas denoncimit që zonja Lindita ka bërë. Atëherë nuk kam mbritur ende në fakt, sepse ju kishit fikur internetin, më duket. Gjithsesi, mund të ma japësh, mund ta mbaj unë shënim dhe mund t'i marr drejt për së drejti se kemi pak të vështirë ose nuk ke arritur t'ja dërgosh. Ose në këtë, më fal, ky është numër telefoni i Italisë. Jo, Italisë, Shqipëria. Jo, nuk është Shqipëria e dashur, ja. Sepse ke prefiksin. Jo, të lutem, vetëm mos përmendim emrin e zonjës në fjalë, derisa të lidhemi dhe të komunikojmë me të. Nuk e di nëse arrin të më gjesh një numër kontakti të kësaj punonjëse. Okej. Ta marrim shënim me njëherë. Nuk e dia do arrit dot ta çoj tek Anila. Jemi në rregull tani. Po. Dhe të lidhemi me njëherë me këtë. Kjo është punonjëse sociale e cila ka marrë edhe denoncimin, apo jo? Po. Okej. Atëherë, do doja ta vazhdoje komentin në lidhje me këtë situatë, derisa të vendosim komunikimin e drejt për drejt me zonjën në fjalë. Atëre, e lamë pjesën të çfarë masash duhen marrë urgjent. Dhe masat urgjent janë që punonjësi social
shoqëruar me forca policore dhe me stafin mjekësor, të tërheqit ta persona, të shkojnë në institucione për të rehabilituar, për të mjekuar dhe më pas të merë masa për vendosje në institucione. Ajo shtëpi në cilat ta banojnë, e para që nuk është aksesueshme për problematikat që kanë. Ndodhen në katin e 6, nuk kanë mundësi për tipur me ascensor, çka do thotë që bën të pamundur që personat të ngjiten, të zbresin disa herë në ditë, fakti që i është marrë prona dhe është kaluar pronësia personave të tjerë dhe jo ata që janë pronar, pra pafësia kufizuar nuk të bën ty të iki pronësia mbi tokën, thjesht që është i personi i cili administron, por nuk mund të marri të drejtën për ta përvetësuar pronën. Në rastin e fjalë, ne kemi një pronë e cila i ka kaluar personave të tjerë në mënyrë të palishme. Prona duhet ishte në emër të zotrisë, sepse ai është pronar dhe jo të familjarëve të bashkëshortes. Nuk mund të lejohet kjo gjë. Sepse zotëria nuk ka pas kujdestari, çka do thotë që vetëm vajza është në kujdestari. Ai është pronar i ligjshëm i tokës dhe normalisht dhe të njësisë së banimit që ka marrë më vonë. Dhe këtu do të bërë një proces gjyqësor që të marrë pronësinë për sa i përket apartamentit. Sepse kështu duke marrë pronësi ka mundësi që të sigurohet edhe më shumë të ardhura, por ndihmuar dhe vajzën në rastin e fjalë. Pra, personi i është zhvatur toka, i merret në këtë rast edhe kontributi që jepet nga shteti për personat me aftësi të kufizuar dhe paguhet një kujdestar i cili nuk kujdeset realisht për të. Pra, kemi të bëjmë me disa abuzime, pa përmendur faktin që vajza ka një problematik tjetër e cila mendohet që abuzohet. Por që kjo duhet të vërtetohet dhe normalisht nuk kemi ne për ta vërtetuar të pjesë. Personat të cilët kryen veprime të turpshme me të janë duke kryer një vepër penale. Pra, duke shkaktuar një dëmje personit cili është i pazoti për të mbrojtur. Dhe i pazoti për të kuptuar veprimet që ai bën. Dhe masa ligjore për personat të tillë është shumë e lartë. Dhe zona aty ka monitorime, ka kamera, sepse ndodhemi në Durrës, nuk po ndodhemi në zona rurale ku nuk ka akses. Në lagjën 13. Bravo, ku nuk ka akses, pra jemi në një qendër të Durrësit dhe normalisht çdo gjë është e vëzhguar. Duhet të bërë një denoncim për të marrë masat. Zonja që ka ardhur në emision duhet bëjë një denoncim që të ndalojë të gjithë këtë abuzim masiv që bëhet se vajzat të pambrojtur dhe personat të cilët janë përgjegjës të vijen përpara drejtësisë. Sepse vajza nuk është në gjendje për të kuptuar atë veprim që ajo bën. Është bërë metodë jetese, por nuk e kupton atë që po i ndodh. Megjithatë ti thua mendohet se abuzohet, por mbi vajzën është abuzuar dhe tashmë kjo është e faktuar edhe nëpërmjet ndërprerjes së shtatzanisë përpara se nëna e saj ndjer të kërkon të ndronte jetë dhe të kërkonte ndihmë të drejtë për drejtë për ndërprerjen e kësaj shtatzanie. Janë të gjithë që shikojnë radhën e personave të mshuar çdo darkë që e marrin dhe e kthejnë në orët e para të mëngjesit. Atëre, për të përcaktuar nëse personi është abuzuar apo jo, bëhet një proces i tërë dhe nuk mund të themi që shkojnë në spital dhe ishte abuzuar. Mund të deklarohet shumë mirë që vajza ka shkuar me dëshirë. Po një njeri e kuptoj pra. Dhe është çështja. Vuan nga shëndeti mendor. Duhet çfarë dëshire mund të ketë? Çdo lloj vendimi i cili jepet në bazë dokumentash. Pra duke parë kartelën ti e përjashton direkte që vajza është abuzuar apo jo. Në rastin e fjalë duhet vërtetuar dhe kjo mund të bëhet vetëm me anë të një procesi. Sa po e tham që ajo është e pa aftë të mbrojë vetë. Alo, përshëndetje. Po nuk kemi dokumenta. Me zonjën Klea flas? Po. Klea, unë jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Vetëm përpara pak ditësh, por dhe ditën e sotme, kemi trajtuar një rast të paprecedent që po ndodh në Durrës në lagjen 13. Po. Ku një 24 vjeçare e cila vuan nga shëndeti mendor me inicialet SD, se nuk mund ta jap dot identitetin e saj, por ju e njihni shumë mirë hallën e saj e cila jeton në Itali, zonjën Lindita Dauti. Ka ardhur, ka denoncuar që me vajzën është abuzuar dhe përpara 2 vitesh, kur nëna e saj ndjer, edhe ajo që vuan nga shëndeti mendor, edhe babai 60 vjeçar që vuan nga shëndeti mendor, është abuzuar dhe vazhdon të abuzohet. Largohet zonja Klea. E mbylli. Ja, kjo është përgjigjja e institucioneve. Dhe në fakt në gjitha rastet që na ka ndodhur për
papërgjegjshmërinë e institucioneve, më madhorja na ka ndodhur në Durrës dhe në rastet e tjera unë kam qenë pjesë e panelit të vajzës e cila kishte lënë 3 fëmijët në atë lloj gjendje, ku shërbimet sociale as në atë moment nuk na kanë dhënë në fakt akses dhe nuk kemi pas mundësi që të flasim me ta për të marrë përgjegjësi që pse nuk janë pse nuk janë dhënë ndihmat, pse nuk janë kontrolluar ta persona. Pra është e njëjta papërgjegjshmëri institucionale e cila është disa ta herë që na ndodh në Bashkinë e Durrësit dhe në këtë lloj institucioni. Se ishte vetmja bashki që na përgjigjej. Alo, përshëndetje. Ishte vetmja bashki deri përpara 2 vitesh, nuk e di. Ndoshta janë ndruar drejtuesit se çfarë po ndodh në Bashkinë e Durrësit. Një nga bashkëpunëtorët i bien vazhdimisht regjia, i bien vazhdimisht drejtuesit. Ju kërkojnë ndjes, por zonja Klea nuk mund të largohet kështu nga kjo lidhje drejt për drejt, sapo mësoj se për kë bëhej fjalë. Atëre, zonja në fjalë ka përgjegjësinë ligjore për jo vetëm, detyrën e saj. Se kjo zonjë paguhet në taksat tona. Pikërisht. Secili nga ne ka një detyrë për të kryer. Nuk mund të përgjigjet dot një media, kur ne nuk dimë se çfarë kanë bërë shërbimet sociale, jemi treguar të rezervuar, por tashmë po kuptojmë që shërbimet sociale është e vërtetë ajo që po thot zonja Lindita në këtë studio. Nuk kanë vepruar pra. Nuk kanë vepruar. Sepse zonja e kuptoi se për kë bëhej fjalë. Unë e thash me iniciale, se nuk mund ta shfaqem. Lagja 13 ajo di shumë mirë. Këtu i ke dhe dokumentat e shtëpisë janë gjithë. Po. Alo? Ja, tregojmë avokatës. Këto janë dokumentat e shtëpisë, të cilat në fakt Lindita duhet ja kishte dhënë Anilës. Nuk më shkoj me. Jo, se çdo material Anila ja u kërkon edhe nga që folëm nuk më shkoj me, nëse edhe unë isha e kuptoj. Edi, kjo është situata. Na duhet edhe ju treguat në fakt shumë bashkëpunues edhe me shërbimet sociale dhe kërkonit një ballafaqim me to për të kuptuar deri ku ka shkuar. Pra, ajo çfarë thot Lindita që ka e vërtet, sepse nuk ka shkuar as gjikundi shërbimi social, pasi mënyra e largimit nga ky ballafaqim me media dhe ligji për të drejtën e informimit na e njeh këtë gjë dhe Klea largohet në mënyrën më të paprecedent nga lidhja e drejtë për drejtë, ti e dëgjon që ajo e mbyll vazhdimisht. Po mirë, sa ajo është pjesë e saj, por çfarë do bëjmë me rastin, pra kjo është e rëndësishme, që nëse nuk ka kompetencë për ta zgjidhur zonja, është mirë ta referojë tek institucionet të cilët janë më të specializuar për të arritur dhe ndihmuar rastin. Janë më të specializuara. Okej, dhe në këtë rast, nëse rasti është shumë i rëndë, sepse shpesh herë ka raste që janë përtej kompetencës personale për të punuar apo bashkëpunuar me rastin, mund të referohet rasti si rast në vështirësinë në një shkallë të lartë dhe automatikisht pra si që institucione më supreme, për shembull si institucionet për shembull mjekësore, për shembull hospitalizimi do ishte një mundësi, për shembull alternative shumë e mirë derisa të bëhet stabilizimi i rastit. Nga stabilizimi i rastit kalojmë në rehabilitim. Kjo jep mundësinë për të parë dhe personin më pas sepse të dalësh në një mjekim ambulator, pra në shtëpi, pra kjo tregon që rasti është vënë në kontroll. Pra por ka sërish nevojë për një person kujdestar. Po edhe babai ka nevojë për një institucionalizim të shkojnë në një azil. Duhet bërë vlerësimi total i familjes, sepse përderisa ne shikojmë që kemi një anamnezë, një profilizim të gjithë familjes pra në aspektin shëndetit mendor dhe klinik, pra kjo tregon që gjithë familja mund të bëhet një vlerësim i përgjithshëm pra me secilin prej tyre. Kjo na jep mundësinë pastaj që institucionet të merren me nevojat specifike të secilit prej tyre. Sepse ne shikojmë që kemi të bëjmë me një familje ku të dy prindit kanë vuajtur nga një gjendje shëndetit mendor më përpara. Edhe kjo mund të jetë një indicie shumë e fortë që edhe fëmia mund të ketë, po themi, trashëguar, po them një pjesë të një smundje të shëndetit mendor. Edhe pse këtu duhet të jemi shumë të qartë, se duhet të jemi profesionistë edhe me kompetencë që kur njëri nga prindit apo të dy prindit ka një diagnozë të shëndetit mendor, pra sidomos të diagnostikuar dhe të dokumentuar, pra nga institucionet përkatëse që kanë bërë vlerësimin, nuk do thotë automatikisht që edhe fëmia pra e ka fatin të paracaktuar apo patjetër do mbartet kjo diagnozë tek fëmia, por normalisht ajo rrit predispozitën e bën shumë të lartë predispozitën që me kalimin e kohës, sepse gjithmonë po themi dualiteti më i fortë është gjithmonë midis genetikës dhe mjedisit. Pra, edhe pse kemi një cënueshmëri ose një predispozitë biologjike më të lartë tek një nga fëmijët që ka dhe prindit me një diagnozë shëndetit mendor, nëse mjedisi nuk arrin ta nxjisë, pra mjedisi nuk e sulmon pikërisht personin, pra nëpërmjet streseve të caktuara, traumës, modeli jetesës, mënyra se si personi ka jetën e tij më pas sociale, profesionale, përditshmërinë e tij, problematikat, konfliktet e tjera, pra ndodh për shembull që edhe kjo predispozitë mund mos aktivizohet, por në një terren ku ne pam normalisht predispozita mund të ketë
terrenin e duhur klinik për të u përshtatur dhe për të zhvilluar me kalimin e kohës. Qartë. Por gjithsesi për këtë pjesë duhet jemi të kujdesshëm, pra duhen grupe domethënë normalisht profesionistë të cilët të bëjnë një vlerësim të sakt, një diagnozë dhe për të parë më pas ndihmën më të mirë dhe më të shpejtë që mund të jepet. Por në rast të tilla është shumë e rëndësishme për të marrë dhe mjekimi, sepse hospitalizimi është një element shumë i rëndësishëm, por dhe mjekimi që duhet të ndiqet sepse mund të hospitalizohet, mund të dalë më pas, pra sipas vlerësimeve, protokollive të caktuara, pra për ta parë që mund të ndiqet nga një person kujdestar, pra në po them shërbimin ambulativ, por ama është shumë e rëndësishme personi që duhet të japë gjithmonë mjekimet e duhura, sepse është një proces shumë i rëndësishëm. Faleminderit Edi për ta përmbyllur, të kanë ardhur dokumentat, nëse arrin se jam në fund. Nuk e di se sa mund të arrish të komentosh. Çfarë tregojnë dokumentat, atë që Alla thot, me sa dëgjova nga komunikimi ju të dyave? Atëre, në bazë të dokumentacionit që më ka dërguar zonja, kemi të bëjmë me një dëshmi për çeljen e trashëgimisë ligjore, sepse zonja nuk ka pas testament, dhe në çeljen e trashëgimisë ligjore vajza e cila është direkte përfituese pasurisë së nënës nuk është përfshirë, por ka dalë trashëgimtar i radhës, gjyshi, nëna, daja, domethënë personat të cilët janë më radh. Si ka mundësi që është përfshirë vajza? Nuk është përfshirë vajza dhe kjo është një gjë që nuk duhet të jetë, persona me aftësi të kufizuar kanë të drejtën e pasurisë, thjesht pasuria e tyre administrohet nga persona të tjerë, po jo që s'mund të jenë trashëgimtar. Jo, nuk ekziston në dokumentacion. Në kontratën e sipërmarrjes del vetëm pronare zonja e cila është nëna e vajzës që ka problematikën dhe ata kanë kërkuar çeljen bazë vdekjes së saj për të qenë përfitues. Por duhet ishte përfshirë dhe e bia. Pa diskutim edhe zotëria sepse ta kanë qenë të lidhur në një martesë të ligjshme dhe normalisht sipas ligjit pasuria bashkëtorë në momentin që nuk ka një kontratë është e të dyve. Automatikisht çdo gjë që lidhet në martesë. Ndërkohë që gjykata kushtetuese kishte ndërhyrë në ligj edhe për sa i përket lënies së një testamenti ku përfshihet edhe bashortja dhe bashkëtuesi, në mos gaboj. Atëre, përsa i përket është një zhvillim i fundit nga gjykata. Po, deri në momentin që do dali e publikuar, ne do presim publikimin e vendimit që do them me siguri dhe ndryshimet që ja bërë përsa i përket bashkëtuesve. Në rastin në fjalë, po kjo është shenjë mirë që gjykata kushtetuese vë veton. Po flasim për rastin që kemi një martesë të ligjshme, në të cilën nuk kanë përcaktuar trashëgimtar as vajza që vjen në martesë dhe as bashorti që kjo është pasuria. Zonja duhet të dalë nga zona e kolapsit, pastaj kjo është një gjë tjetër që mund të ndiqet në vim. Gjë e parë normalisht do të merret me shëndetin e vajzës dhe të vllajt dhe pastaj e dyta të kërkojë që të merret prona dhe të bëhet zonja administratore pronës fundit, sepse për sa kohë që është më e afërta, është me vllajt. Kanë lidhje gjaku, i takon më shumë që të marrë administrim pronën dhe të kujdeset për shëndetin e tyre me anë dhe të vendoset se prona njësi qeraje në fundit, që të ketë mundësi ekonomike për t'i ndihmuar. Qartë, Gjeni, të falenderoj, kaq ishte koha, ndoshta ne do shikojmë edhe zhvillimet se çfarë do ndodhi pas mbarimit të këtij transmetimi të sotëm, sepse jam e sigurt që shërbimi social do të telefonojë, sidomos zonja Klea, me këtë sjellje të paprecedente, edhe pse paguhet me taksat tona, e drejta informimit të medias është një drejt legjitime që na një ligji dhe ajo duhet të na sqaronte situatën, por me sa duket situata është e vërteta, ajo që kemi thënë në dy emisione maraton, thirrja e fundit e jotja si hall për ta mbyllur dhe për të falenderuar që ishe këtu. Unë mendoj se ato duhen të fut me një institucion sociale, se nuk janë gjendje si që kanë thënë gjithmonë të jetojnë vetëm. Ti vjen nga Italia dhe mendon se institucionet sociale janë si në Itali. Këtu nuk ekzistojnë e dashur, as për njërin dhe as për tjetrin. Se ato nuk janë gjendje të jetojnë. Ne na duhet hospitalizimin, nxjerrja një pensioni pleqërie të vllajt tënd. Ti duhet të rinovosh çdo kartë identiteti. Nesër do të shkoj të bëj të gjitha. Po, dhe më pas të vijosh të marrësh edhe pensionin e invaliditetit të mbesës dhe të vendosësh kontratën e ujit edhe të dritave. Dhe më pas të gjitha këshillat që ne të kemi dhënë. Nuk i bëj do dritave se s'ka kontratë vllai, s'ka. E kuptoj, njerëzit e nënës duhet të bashkëpunojnë me ty, se në mënyrë të padrejtë, siç tha Gjeni, kanë përjashtuar edhe mbesën edhe vllajin tënd nga e drejta e pronës. Faleminderit, do mbetemi në kontakt. Nuk është emisioni i fundit, besoj që do bëjmë. Ne do ta njoftojmë teleshikuesin deri në ç'pikë kemi arritur. Dhe çfarë kanë bërë shërbimi social me ndërhyrje të drejtë për drejtë dhe me gjitha këshillat që ne të kemi dhënë. Faleminderit e dashur që ishe në studio, faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.